Sapo u zgjova sot në mëngjes ndeza televizorin dhe shoh që Izraeli ka sulmuar Iranin me avion, me misili, nuk e di se ku po shkojmë. Nuk e di se ku po shkon kjo botë dhe është një situatë vërtet e frikshme. Lufta në Ukrainë, lufta e Houthit që godasin anijet perëndimore që të mos kalojnë në detin e Kuq, lufta në Izrael me Hamasin, lufta në Siri, lufta tani i Izraelit me Iranin, rreziku i një lufte midis Kinës dhe Tajvanit, rreziku i një lufte tjetër midis Indis dhe Pakistanit, lufta në Afrikë e gjithandej. Një situatë vërtet e frikshme. Nuk e kuptoj pse njerëzit nuk arrin dot të merren vesh me njëri tjetrin, të jetojnë në paqe, në prosperitet, në lumturi. Për te varfërisë që ka në botë gjithandej, tani duhen patjetër edhe luftra. Nuk ka mundësi që të zgjidhin problemet e varfërisë, të ngrohjes globale, të furnizimit me ujë të pishëm gjithandej me ushqim. Por do të bëjmë lufta, ta përkeqësojmë akoma edhe më tej situatën, njeriu është qenia më idiote që ekziston.